Përshëndetje, këtë video po e bëj për të gjithë dashamirësit të cilët më kanë shkruar që dje dhe vazhdojnë të më shkruajnë dhe më pyesin se çfarë ka ndodhur në seancën gjyqësore. Unë dje kam kërkuar në seancën gjyqësore pavlefshmërinë e sekuestrimit të telefonit. Pse? Sepse ka dy vendime gjyqësore të dhjetorit dhe të janarit të dhjetorit të 2023, kur unë kam kërkuar të më kthehet mbrapsht telefoni që është sekuestruar në shtëpinë e mamas time. Dhe gjykata ma ka kundërshtuar me pretendimin e spakut, pra të prokurorisë, që telefoni nuk është i imi. Ndërkohë, prokuroria në dhjetor e ka ekspertuar telefonin dhe ka vërtetuar që telefoni është i Monika Kryemadit. Në këtë moment, prokuroria duhet të drejtohej Parlamentit Shqiptar sipas Kodit të Procedurës Penale, neni 288, dhe sipas nenit 73 të Kushtetutës, ku rastet e sendeve personale të deputetëve duhet të merret leje nga Parlamenti. Por spaku nuk e ka bërë këtë gjë, sepse afërmendsh në Shqipëri ne jemi një mbretëri e Altin Dumanit dhe kanë vazhduar dhe kanë ngritur të gjithë akuzën kundër meje dhe ish bashkëshortit tim në bazë të mesazheve. Dhe për kaq vite sa e kanë mbajtur telefonin, mua mesazhet u dhanë para 2 javësh. Përveç se telefoni është i paligjshëm i sekuestruar, por edhe në zbërthimin e tyre ka ndodhur që në mesazhet e mia me ish bashkëshortin tim Ilir Meta kam 0 komunikime për kushuririn tim Adrian Shakut dhe kam pafund komunikime me ish kryeministrin e asaj kohe, Edi Rama, ku përveç saj Edi Rama ka dhe 2 firma për kushuririn tim Adrian Shaku, një në janar të 2014 dhe një në maj të 2015. Dhe në këtë rast, prokuroria duhet të kërkoj në mos të pandehur, pra të zëvendësoj Ilir Metën me Edi Rama, duhet të kërkoj dëshmitar ose të kishte pyetur Edi Rama, Ëngjëlla Gacin. Edi Rama si kryeministër që ka firmosur dhe Ëngjëlla Gacin si sekretarin e përgjithshëm të qeverisë që në bazë të ligjit funksionimit të Këshillit të Ministrave ka përgatitur rendin e ditës për të cilën kam pajisur me një VKM të 10 janarit të 2014. Këtu prokuroria në fakt u vu në pozitë të vështirë, gjë të cilën e vun re dhe gazetarët. Tani po presim se çfarë do të ndodhi. Faleminderit dhe mirupafshim. Besoj se mjafton kaq.